Ndërkohë në Tiranë ka nisur përgatitjet nga organizatorët për protestën që do të mbahet në orën 17 në sheshin Skënderbej me vendosjen e podiumit, por nga ana tjetër edhe masat dhe rrugët të cilat do të një pjesë mund të jenë bllokuara, por që rrugët që merren masa nga ana e policisë për mbarvajtjen e kësaj proteste pasi do të ketë një dyndje të madhe të automjeteve në drejtim të Tiranës. Por cili është plani i masave që ka marrë policia e shtetit? Kemi kolegun Sokol Dema. Përshëndetje Sokol. Po në rtil përshëndetja, në fakt pritëm pra që për para orës 17 në Tiranë të mbrin me mira shqiptar nga të gjitha trojet shqiptare pra për organizimin e këtij tubimi të madh, teksa sigurisht rendi dhe siguria pritet të jenë në nivele të larta. Burime pranë politikë të Tiranës bëjnë një dije se janë marrë tashmë të gjitha masat për të mbarvajtur pra të gjithë tubimin që do të zhvillohet ditën e sotme. Sigurisht pritet që të jetë një tubim paqësor pra dhe masat që janë ndërmarrë nuk kanë të bëjnë me masat të forta në konceptin e ruajtjes së institucioneve, por gjithmonë pra për të shmangur çfarë lloj incidenti pra që mund të lind përgjatë tubimit. Do pritet të ketë një shtim të efektive të policisë rrugore, kryesisht në rrugët që lidhin daljet e kryeqytetit, pra si në zonën e mbikalimit të Kamzës të autostradës Tiranë-Durrës, por njëkohësisht edhe me lidhjet e tjera në jug të vendit dhe në rrugën e Arbrit për të qetësuar pra lëvizjen e automjeteve dhe për të vijuar qarkullimin deri në mbërritjen pra në destinacion. Nga ana tjetër nuk pritet që të ketë për shkak të zhvillimit pra të gjithë protestës në rrugën apo më saktë në sheshin Skënderbej, nuk pritet të ketë shumë rrugë të bllokuara vetëm rreth e përqark zonës pra ku do të kryhet tubimi, por kjo edhe në varësi pra të numrit të personave që do të mblidhen dhe të personave që do të protestojnë pra përgjatë ditës së sotme. Policia pritet të ketë të angazhuar pothuajse të gjitha forcat e saj në lidhje me zhvillimin e protestës, por për shkak edhe një herë tjetër që duhet përmendur se tubimi është krejtësisht paqësor, pra nuk do të ketë masa të forta në konceptin e ruajtjes së sigurisë. Gjithsesi, policia do të jetë aty për të shmangur çfarë do lloj pra incidentit të mundshëm që mund të krijohet gjatë momenteve të zhvillimit të tubimit. Sfida më e madhe për gjatë ditës së sotme pritet të jetë ajo e menaxhimit pra të trafikut në kryeqytet, pasi normalisht pritet të ketë një numër të konsiderueshëm të automjeteve private, por njëkohësisht edhe të autobusëve, të cilët janë nisur dhe pritet të nisen edhe në orët e vijim pra nga të gjitha trojet shqiptare dhe përtej kufive shtetërore të Shqipërisë. Mirë, faleminderit Sokol.